një gjë jashtë. Nuk e di pse po shkëputet çdo çast. Edhe herë po e përsëris është hera e tretë për fajt të internetit lidhjes dhe nuk e di nëse po del. Sot në Shqipëri ka ndodhur diçka jashtë zakonisht e rëndësishme, më rëndësi të madhe për politikën shqiptare. Gjykata speciale ka sugjeruar ose urdhëruar ose dhënë direktiva SPAK-ut të hap një çështje hetimore për veprime kriminale, kryesisht Partisë Demokratike, po dyja partive përfshime në vjedhjen e votave në Durrës, në qarkun e Durrësit. Çështja është hap nga Aulon Bej Kalaja para disa muajve. Gjykata ku ai e pati hap fillimisht, e pati mbyll çështjen, jo se çështja nuk ka merita, por sepse nuk kishte hap në gjykatën e duhur. Tashti, ky është një vendim jashtëzakonisht i madh. Ky i qerr bojen, i qerr maskën, si thonë, nxjerr bojen këtij sistemi të poshtër që kemi në Shqipëri, që kontrollohet nga një aleancë kriminale e dy partive, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, që edhe vetë kandidatëve të vetë këto maskarej u avjedhin votët që të nxjerrin njërin apo tjetrin, e jo më Sami Gjokës, që nuk e lan as të kandidante. Unë sot jam jashtëzakonisht i kënaq. Etapa ime ka marru, unë kam marrë fund. Unë nuk kam kohë nga mosha që të kandidoj, edhe dal nga dal fillon rënja ime, edhe sikur të më morin mu nga Amerika dhe të më bëjnë deputet, vjen koha që fillon dhe rënohet për mrena Sami Gjoka. Nuk është gëzimi për mu, është për ata që vjen pas. Në Shqipëri, sot gjykata speciale e ka vërtetu, e ka pranu që në qarkun e Durrësit, jo thjesht Partia Demokratike, kur çdo që ka qenë atje dhe ka leju këtë vjedhje të organizuar kriminale, të organizuar nga dy bosët kriminal të dy partive kryesore në Shqipëri, i kanë rënë një qësi për këto, Edi Rama dhe Sali Berisha. SPAK-u duhet nisë dhe do të nisë tash hetimet për këto abuzime kriminale në zgjedhje të këtyre dy supave, e jo më Sami Gjokës. Por për Sami Gjokën, për çështjen që e mbyllën dyert dhe nuk e lanë, nuk e dhanë të njëjtën barazi që i jep kushtetuta që të kandidoj edhe unë, nuk më lejo unë që ti gjej ato që quhen informacionet e duhura që paraqes dokumentet e duhura në ka, kur partive kryesore dhe kryesisht socialiste i lejuan të futen bile dhe pa i paraqit fare këto dokumentet që duhet plotësosh për kandidat. Por si duket çështja ime, vazhdo të zvarritet ose të mahet me dyll nga një gjykatës edhe një gjykatë kriminale, e korruptuar, gjykata e shkallës parë në Tiranë dhe gjykatësia e çështjes Gentiana Xhelili, që ju jap fjalën pas si çdo gjë të marr fund, do të bëhet objekt i hetimit në SPAK. Kjo kriminale, që është gjykatësia ime, që pavarësisht kërkesave të njëpasnjëshme, të herpashershme, kanë refuzuar deri tashti të më njoftojnë, qoftë edhe nëse është shërby pa dije, edhe pse është bërë me shkrim kërkesa që të më njoftojnë, vetëm e vetëm që të mulojnë këto shkeljet korruptive të lidhjes së gjykatës me pushtetin qendror dhe vendor që është bënë, po nëse kjo është çështje dhe mesela tjetër. Jam i kënaq për dy gjëra fantastike që kanë ndodhur sot. E para, që më në fund
doli një gjykata speciale që u ka qirë maskën këtyre dy kriminaleve Sali Berishës edhe Edi Ramës, që bashkëpunojnë dhe bëjnë krime, që kanë banda kriminale në për këto qendrat e zgjedhjeve ku numërohen qendrat e numërimit të votimeve, ku edhe kandidatëve të vetë u adhjedhin votat me sy hapur, si thonë, me sy hapur, si thonë, me sy, ashtu termat më vjen, por nuk e di se si përdos. Nuk I kam harru, po prap gjys për gjys I kujtoj. Me sy hapur I vjedhin me sy hapur, I vjedhin me sy mill. Edhe pra nis kjo. Nga ana tjetër, me ndërhyrjen e këtyre evropianëve, që të bëhet ndryshime në Komitetin Qendror të Zgjedhjeve, ky zgjedhja tjetër, ky I korruptumi tjetër, ky kryetari Bylluk Basha si e ka ky I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka pranu sot ka pranu që dy partit kryesore, partia e këtyre dy banditëve, Sali Berishës dhe Edi Ramës, kanë kontroll total mbi veprimtarinë atë veprimtarinë e tyre, çdo gjë që ndodh në KQZ që duhet ndryshoj. Pra që ne s'kemi pas edhe s'kemi deri më sot një sistem drejtësie në zgjedhje ku këto dy hiena me grupet me lukanite hienave që vinë nga pas Sali Berisha dhe Edi Rama e kanë kapur për kthetrash atë sistemin zgjedhor në Shqipëri dhe bëjnë çtu teket të tyre. Por shpresoj dal nga dal, bravo Aulan Bej Kalaja që luftove. Kjo është ndoshta hera e parë që nis jo thjesht qerje dhe maskimi, po hetimi. Le të nis e të shkojnë para përgjegjësisë ato klysh të vemjet të vogla atje në për Sinëqarku në Durrësi që janë marrë me numërimin, që të përfundojnë burgjeve këto klysh kurvesh. Por ama, është si e Kalaja, me rana, si është ajo që e bëjmë me Shkopinjë, që I heq diçka atje poshtë dhe rëzohet, po vjen fundi këtyre maskarive. Mosu arreni ose shifni Edi Ramën që shkon edhe puthet me melonin që gjonat po shkojnë vaj. Ai po shkatrohet mrena nga gjitha drejtimet sikurse edhe ky I tjetri Sali Berisha që meritojnë të zhduken këto maskarej. Masi thash këta, që është kënaqësi për mua që kjo po ndodh, që po e humbin ata hold, ata kthetrat, po me lavë dhe gishtet këthretët, po e humin forsen që e majnë, ose këtë dur që e kanë fut në fyt sistemi drejtësisë, po e humin këtë. Tashti, çfarë ndodh? Dy gjëra tjera. Largohemi nga kjo, tashti se jam I kënaqur që kjo po ndodh, po çfarë po ndodh tash në Shqipëri vëllezër e motra? Dy gjëra krejt ngjashme, dy vendime krejt ndryshme të drejtësisë shqiptare. Kryetari I Bashkisë, Erjon Veliaj, hetohet nga SPAK-u për korrupsion që ka vjedh. Belinda Balluku, zëvendës kryeministër në Shqipëri, hetohet nga SPAK-u për korrupsion që ka vjedh. Njëri mahet në arrest, tjetri në detyrë. Dy veprime krejt të ngjashme. Të dy për korruptim. Njëri mahet në burg, në arrest, tjetra e lirë. Njëri mahet në burg, të dy përsupozohen të pafajshëm. Të dy përsupozohen të pafajshëm. Të dy duhet jenë të lirë ose të dy duhet jenë arrest. Njëri mahet se mundet të manipuloj me ato që ka vjedh dokumentet, edhe tjetri mund të manipuloj. Pra dy veprime të ndryshme kushtetues. Kjo ose duhet të jetë një lloj, edhe Balluku duhet të jetë më njëherë
në arrest, ose edhe Velia i duhet të dalë nga arresti me që përsupozohen të lirë. Kjo është Shqipëria janë. Pra, sa do që po hecim edhe në drejtësia akoma vazhdan të jetë e diferencume, kemi shumë për të bo. Sami Gjoka, ju përshëndet.